Përges verore me domate, speca dhe qips. Recetë shpejt dhe me plot shije. Si fillim do lak domatet dhe specat me ujë të bollshëm. Presim 3 kokra qep mesatare, 3 speca dhe 3 domate. Në një tigan me vaj ulliri, shedhim qep speca dhe hudra i shqipim për disa minuta sa të zbuten pak. Në pas të domatet dhe i lëm për rreth 5 minuta. Gjizjen e kam përgatitur vetë dhe kemi gati për ta hedhur të përgesën. Ndërkohë mbledhim hudrat e njoma dhe majdanos të freskët. I shtojmë dhe majdanosin, e lëm dhe për disa minuta dhe përgesën e kemi gati.